unë eci në këmbë dhe ipi në autobus. Unë dhe sos pranoj kafe nga njeri. Kur isha atashe ushtarak në Republikën e Turqisë të vitit 94-2002, kur shkatëror si shqiptar më kërkoni makinë CD, mafja nga Shqipëria dhe nga Turqia, të bini drogën në Shqipëri dhe bini nga 100-200.000 euro në rrugë, dhe i përzirja dhe rezistova se këti presion t'ja zakonshëm. Ursul mafja shqiptare në ambasada për viza, që dyrët ambasada amerikanë hapë që dyrët në snatës, dhe vini mi tavolinë me 10-20 vjetë varë, dhe u thoshja largo, asë dhe moj farë më. Pra, në qofë se një kuadrë, jashtë të quatur, e kërkon pushtetin për pasuruar dhe pushtuar shtetin, është tradhtar. A e që kërkon pushtetin, kërkon për bërë shtet, për ndërtuar vëndin, për të rrëmiqen e popullit, është krejtësisht e kundërta. Këta shikoni, e tha shumë mirë, Zoti Mojsiu me cilu kam punuar 2 herë, në Ministrinë e Mbotës me të dhe në presidencë kam një nga një zafëti. Këtë bëj qorra këta, tha. Unë nuk theva në shtëpinë, tha, ka dhe në Verhoxha, tha. Nësa këta super vila në Tiranë, super vila në Liqenë dhe në ato veshje të përluksi. Jo qorra, po populli shqiptar nuk është trimor gazetar. Pra e presim ndryshimi nga jashtë, vetë nuk e bëjmë dot. Sepse populli shqiptar po t'jetë trim i rësullit kryeministrisë dhe jo partive, popull poshtë. Si thua, strukturave kryesore 2 partive, po të pësë dhe i shkatëror natën. Sepse pivu gjakun, shkatëroj vëndin, i hoqë liri popullit. Po ta përsëris, nuk bëri gjë fare pushtuesi me ardhe me tanke, e bëri me duar, e filloi Berisha, e vullosi Rama. Jam. Keni besim të SPAK-u, të drejtësia e re? Është i problem madhor i dashur. SPAK-u është një strukturë e cila u krijua nga amerikanët dhe vazhdon të rezistojë se brenda SPAK janë 3 ekspertë amerikanë brenda. Dhe Amerikës i kemi një falënderim. Në solli aparaturët e deshifrimit telefonat të dhëllumit e Tiranës. Ato aparaturat tepër sekrete deshifruese, që mori telefonat e bandës e balukut e fare, zbërthyën këtë dramë me miliarda, me miliona lek shqiptar ka vjedhur qeveritarët e Tiranës. Pra në të pikpamje, Amerika dha një ndihmë tepër të madhe, që populli tha, ja, kush janë ta shqyqyur drejtues tu, sepse atë gasi komandon me miliona 32 fishe fare, dhe Edi Rama shkore në pirë verën $38.000, kur pensionistët 590.000 e kanë pensionin në 200.000 dhe luftojnë për burë. Si flë gjumë, o kryeministër. Si flë gjumë ti more, unë jam tani këtë moshë kur shikon një pensionist si jap kafe, në pse unë nuk jam i pasur, unë jap kafe me jetë api kafe. Si morë zotëri hipën të një charter dhe ngjerë i bje botës cep të botës, kur populli lufton fare. Shqipëria nuk e varfër, është e vjedhur katësiprisht. Shqipëria ka burime natyrore, do ishte thot Zvicër. Ku janë burimet e naftës dhe minerat e veriut, që juve, zotëri dhe unë, nuk marrëm as e cent, kanë 20 vjetë, ku shimerë, mafia nga jashtë, e rridu me qeveritarët, popull shqiptar s'mere si lek. Zoti Lima, ju i lidhi anën diplomatike, lëvizje geopolitike, po një pjesë e shqiptarëve që besojnë, kanë dëshirë që të ndodhë. Ju besoni që mund të ketë një dallë këtë Trumpit edhe në Ballkan që mund ta përfshijë dhe ne, se shumë presin që ajo që ndodhi në Venezuelë të ndodhë vende të tjera, të përfshirë dhe në Ballkan. Kush ka lexuar Kizingerin, sepse të flasë mordialë, dhe të bësh duhesh pa lexuar, po të vish nga aut, e këto i dështuar dhe ngrihesh të bësh kryeministri i vendit, as ekonomist, as ushtarak, as diplomat, as financier, të marrë shtetin dhe të pushtosh pastaj gjithë zonën shtetërore, ky fund tragjik do ishte. Pra, shikoti, qeveria shqiptare nuk ka asnjë ministër me gradë shkencore. Po, kush e zhvillon vendin mondial? E zhvillon truri. Para disa kohësh, ndihja Harvardit nga shtëpia në 2 të natës. Dhe një vajzë student e pyet profesor 82 vjeç.
zoti profesori thot, shikoj disa drejtues, lidhës që them tha kjo, i bën pyetje gazetari, tha shkon me një herë pyetja, tha pritet me herë ai tha. Ndërsa disa të tjerë tha, do kohë shkoj pyetja, do kohë di përgjigje tha. Po këta që marrë përgjigjen vonesë, tha, japë përgjigje shumë sakta tha. Ata që marrë me një herë tha, japë një gabuara. Dhe ai tha, moj vajzë, nuk tha studentëve. Kur lind fëmia tha, me lente nuk i dallon dot tha rrudhat i kanë tru tha. Në asasi e leximit dhe punës studimore dhe shkencore që bëhet, rritet tha, ose rrit në vend tha rrudhat ka truri. Ata lider tha, ata të quatur lider që kanë pushtet tha, të pa lexuar tha, kanë pak rrudha të tru tha. Dhe kur pyet gazetari tha, shkon me një herë pyetja. Dhe ai tha, e jep përgjigje siç e merr gabim tha, se s'ka rrudha të tru tha. Nësa i dyti tha, që shkencëtar tha, ka rrudha të thella tha. Do kohë shkoj pyetja, ashtu se tha, ai shkencëtar tha, ai të kërmandin. Pra, në qoftë se vendi nuk e drejton truri, shkenca, atëre, si mund të ka zhvillim? Ata bëjnë garë kush të vjedhë të pasurohet, nuk bëjnë garë kush të sprovojnë më shumë Shqipërinë, kush mund të punësojnë shumë rinin, kush mund të zhvillojnë industrinë, kush mund të zhvillojnë shumë ekonominë, kush mund të zhvillojnë shumë arsimin. Ky është defekti. Pra, me gati rreth 2 milion që kemi mbetur në Shqipëri, prej të cilëve gati 740.000 pensionistë, vështirë që ketë një ndryshim nga brenda. Duhet koordinuar lëvizje fuqishme nga brenda dhe që ka filluar reagim i lehtë, më thënë fare, edhe jashtë. Edhe jashtë. Po, në qoftë se shkollë vëmendje 4 muajt e fundit, Rama nuk ka asnjë lloj kontakti zyrtar i Vendit Amerikan. E shikoj, nuk ka asnjë lloj kontakti. As ka Amerika te Rama, as Rama te ata. Ata e njohin më mirë se unë dhe juve dhe populli shqiptar Rama kushton, sepse ka institucione të shkëlqyera. I kanë ambasadë këtu burime të tjera, që kam filluar unë këtë dia, dërgoja kërkave dhe faraun çdo gjë, sit, u trapo. Ja profesionistët. Por Kizingeri, diplomati më i mbathi botës, deklaronte dhe shkruar, Amerika nuk ka alat të përjetshëm, ka interesat të përjetshme. Pra aktualisht, edhe pse në gjendje nuk do të hapi luftë të madhe, edhe këtë rajon tonë të coptuar, problemi i Serbisë, problemi i Shqipërisë, vazhdojmë të teja, janë probleme madhore globale sot. Por Shqipëria nuk ishte pse bëj problem ndërkombëtar që po të lexosh OKB-n për rezultatet e Shqipërisë e gjetë fund në listë, po të shikosh Bergji në Shqipëri në fund në listë, po të shkallëzitet e të ardhur bizantarë të popullit shqiptar barazohen me Afrikën e Veriut, Rama që jashtë çdo lloj tokë shqiptare Turqiu e krahasoj me Afrikën e Veriut. Unë merrem me studime me shifra zyrtare, nuk merren ky më tha, ai më tha. Unë shikoj vlerësimet që jep OKB-ja për zhvillimin e çdo shteti. Marr Bergjin, marr Statin, bëj krahasimet, aty vendi im del zero, krahasimi me Afrikën e Veriut, vendi i bekuar, vendi i lulëzuar, si s'ka zot. Zotë Limaj, zgjidhja e vetme është përmbysje këtij sistemi politiko-ushtarak ka dotuar Berisha me Ramën, Rama Berishën. Sepse ata kanë bërë një aleancë të dukshme, zihemi ditën natën ortak. Ti rri kryeministër, bën qef, mua më lërë kryetar opozite të shpëtoj nga pasurat ligjore. Dhe dojtë e Spaku tani, që pyet e para, që na përgjysme. Spaku, pra prokuroria e Spakut, po punon, mund të themi, në Shqipëri ka kaluar, është një vetë institucion, po krijon fare shprese. Por, problemi madh është gjykata kundër krimit, korrupsionit të organizuar. Fatmir Mediu, që u ka pru me to, po bën teatr. Dhe më shumë zvarritje. Më shumë në Amerikë, dhe fillon gjyqi dhe nuk pa që zotë dhe gjyka, kur gjykata t'i vëri hekur ata shën gjyq. 17 herë u ka shkon gjyq. Sa vjetë ka gjithë vërdalë, Fatmir Mediu? Ashtu si tani edhe dhëndëri Berishës. E shumë të tjerë që janë kaluar nga Spaku
në gjykatë. Pra këtu ka i kontradiktë midis grupit prokurorëve, spagut, dhe gjykatës, midis tyre. Prokurorët në përgjithësi do i mbështesin me vdekje, gjykata nuk është rrezik. Pra, është një konflikt i brendshëm, i cili mund të ketë lidhje tyre në ato gjykatës me interesat të këtyre që ka pushtuar pushtetin dhe opozitën. Me që jemi tek spaku të Shtetet e Bashkuara, lejoni t'ju pyes për operacionin, ju bëri përshtypje në Venezuelë mënyra e depërtimit për 46 sekonda? Shërbimet inteligjente e çan rrugën. Po në qoftë se nuk do ishte shërbimi inteligjent ushtarak dhe agjenturës, ka dy lloje agjenturash, agjentura njerëzore dhe agjentura elektronike të zbulimeve. Po të mos kemë këto dy lloje agenturash të inteligjencës, nuk ka mundësi të veshëzohem atje ta marrësh me një gruan për krau dhe për 37 sekonda të për jashta. Pra, një informacion sekondash, jo minutash. Dhe i koordinuar në mënyrë të përsosur me ato mundësira të mëdha që ka në gjitha aparaturat teknologjike dhe elektronike dhe ajrore që realizuar atë mision. Po ta shikosh në ligjet ndërkombëtare, disa thonë është gabim, kanë filluar thonë disa, që ose kanë lezuar. Po, sovraniteti, imuniteti diplomatëve, ka dhe disa të ashtu quajtur shqiptarshka që po lexojnë tek këtu unë. Jo zotëri. Natyrisht, Amerika ka interesa shumë të mëdha për karburantet në Venezuelë. Detyrimisht, por ishte një goditje domosdoshme asaj bande që kishte krijuar ai në Venezuelë. E cila, unë e thash hapur atje, nuk vajta të mbështesja demonstrat partish. Unë vajta atje si një intelektual, si janë dhe ta bërë gabim, ka më një ultimatë mua, unë vaj vura kusht. Unë kërkova të flisa pa pas e të fillon dhe me mitingu. Ata e ka partizuar, më ka vëdhe më fare. Kërkova dhe fola. Unë vajta si kryetar, adhetar, që kam shërbyer adheu dhe adheu për mua ka shpenzuar të marrë si moj dhe kulturoj për të mision. Dhe shpreha që duhet bërë Shqipëri. Populli shqiptar nuk them me armë, duhet të ngrihet të këmbë për të shpëtuar adheun e tij. Sepse kjo politikë, veçanërisht vitet e fundit me Tiranën, krijoi genocidin ekonomik në Shqipëri dhe si të thash, 2.2 milion kanar dhe Shqipëria po vinë nga vendet e Azisë dhe Afrikës. Pra, po shkojmë dhe shkontalizimit dhe ndryshimit dhe ngjyrës të bukur që kanë shqiptarët. Pra, dhe të thonë çfarë duash ti. Soros ishte një agentur për të realizuar qëllimet e saja të shumë vende. Dhe Soros po hedh valle me Tiranës. Ashtu siç ishte Mossadja Izraelit, bashkëpunëtore e Sorosit. Ashtu siç ishte disa pika ku interesojnë UDB-ja dhe KB-ja dero. I ndjek me shumë mendje unë. Po vazhdojmë teja. Ju i ndini me shumë vëmendje. Po, ndjes se ndërpreva. Po, tani, unë nuk kam të drejtë them që ky është tradhtar. Unë janë faktet. Faktet e përcaktojnë vetë tradhtar agent.